nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se sot është një ditë e madhe, një ditë e veçantë, një ditë gëzimi në Islam, e kjo ditë padyshim se vjen si rezultat i një rruge të gjatë dhe të mundimshme në kërkim të Zotit Madhreshëm dhe në përgjigje ndaj thirrjes së Tij, dhe padyshim se kjo ditë lidhet me shumë çështje të rëndësishme në Islam, për shkak edhe të kohës e shfrytëzoj rastin që sot qëllimisht me diskutu diçka në lidhje me një prej dispozitave të shariatit islam, që lidhet edhe me ditën e sotshme dhe ka të bëjë edhe me haxhin. Do të flas diçka në lidhje me kurbanin. Qëllimisht e zgjedha këtë temë sepse dua ta trajtoj që thot popullin nga e para deri te e fundit. Dua të flas diçka në lidhje me historikun e kurbanit, rëndësia e kurbanit, vlera e kurbanit dhe çka e lidh këtë ritual me punën e haxhit dhe me vepra tjera të cilat lidhen edhe me festën e Bajramit. Para se gjithashtu ndershëm vëllezër, ne si muslimani besojmë një libri që quhet Kur'an, i cili libër është fjala e Zotit të Madhreshëm, e zbritur te pejgamberi Muhammed, dedikuar njerëzimit në përgjithësi. Dhe ne besojmë se në këtë libër gjithçka që flitet me të vërtetën. Ka folë Zoti i Madhreshëm dhe ne kemi besu. Çdo gjë që na ka porosit Allahu xhallahu ala në këtë libër, ne kemi besu pavarësisht se në jetën e kësaj bote a kemi hymër me i përjetu argumentet apo nuk kemi hymër me i përjetu argumentet që flet Zoti i Madhreshëm në Kur'an. Dhe një prej historive që Kurani i Kerimi nuk e ka lënë pa përmend është edhe historia e prerjes së kurbanit. Zoti i Madhreshëm i thot pejgamberit alayhis salam në Kur'an, dhe ti lexoja historinë e atyre që ishit para jush. Dhe me një ajet tjetër në Kur'an Allahu thot, ne po t'i tregojmë këtë histori që ty ta forcojmë besimin. Dhe ty ta tregojmë të vërtetën për një kohë që ti s'ke ekzistuar. Pa sikurse Kurani i Kerimi don me thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe neve në përgjithësi, ndoshta ju s'keni qenë dëshmitar kur është bërë obligim kurbani, por ja që Zoti i Madhreshëm është dëshmitari i kaluarës, i tashmës dhe i tardhmes, pavarësisht mes tyre sa ka distancë. Dhe Zoti i Madhreshëm flet për të vërtetën. Dhe një prej ajeteve në Kur'an të ndershëm vëllezër, dhe këtu po filloj temën, Zoti i Madhreshëm na fton që ta lexojmë historinë e kurbanit. Allahu thot në Kur'an, "Wathlu alejhim naba ibn Adam bil haqq." E ti, o Muhammed, lexoja historinë e bijve të Ademit alayhis salam në histori të vërtetë. Idh qarraba qurbanan, në lidhje me prerjen e kurbanit. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari. Zoti i Madhreshëm pasi që ja bëri obligim kurbanin, tha për njënit e pranoj, e tjetër e refuzoj, dhe tha innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, sepse Allahu xhallahu ala i pranon veprat vetëm të devotshmit. Pra vëllezër të ndershëm, historia e kurbanit fillon me njerën e parë në tokë. Historia e kurbanit fillon me Ademin alayhis salam. Dhe pastaj gjatë historisë është ndryshu fatkeqësisht qëllimi, mënyra dhe arsyeja pse kanë prej kurban. Është ndryshu fatkeqësisht. Por ndryshe kurbani daton që nga koha e Ademit alayhis salam. Dhe ka ardhur ky adhurim ka ardhur si rezultat i një mosmarrëveshjes mes bijve të Ademit alayhis salam, që është histori e gatë, dhe Zoti i Madhreshëm urdhron me prej kurban.
është transmetuar në histori të ndershëm vëllezër se njëri prej beve të Ademit alayhis salam ka qenë me një farë me profesion bujk dhe tjetri blegtar. Dhe Zoti Madhërisht i urdhëron me prej kurban për me zgjidh një problem mes tyre. Ai i cili ka qenë blegtar, ai ka thirrë një kurban që të më thonë që quhet delne ose dash. Kurse ky tjetri që ka qenë bujk e ka korr arën, e ka grumbullu grunin me një vend dhe pastaj e ka lënë me një vend bashkë. Dhe Allahu thot Ademit alayhis salam, unë do ta zbres një zjarm, cilën prej këtyre dyjave e merr zjarmi, e kap zjarmi, që ati ja kam pranu veprën. Dhe shkon një kohë e shkurt, Allahu xhelle wala dërgon zjarmin dhe e merr kurbanin, e tret kurbanin. Edhe është nën kuptuesi u ka pranu pendimi, u ka pranu lutja atij i cili Zoti Madhërisht me ka marr, domethënë kurbanin. Dhe pastaj është bën një dilemë e madhe atje, se çysh e pranoj këtë vepër dhe se pranoj këtë tjetrën, e Allahu dha një përgjigje në Kur'an që neve na vjen si musliman tani jetën. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu e pranon veprën e devotshmit. Është një rregull në Islam të ndershëm vëllezër se çdo vepër e pranon Zoti Madhërisht. Mos ta mashtron ai kush veten këtë dunjë me mendu se pse bën veprat e mira, e po muj ka domosdoshmërisht m'ia pranon Zoti. Jo, Zoti Madhërisht pranon vetëm veprën e të devotshmit, atij i cili bëhet me qëllim të mirë. Ai që e bën me niyet të mirë veprën, me ambicie të mira. Që një shembull, po mos më zgjanu për temën, sepse ku është po shkon shpejt. Vëllezër, të gjithë jemi në xhamina këtu. Por kur kush s'na i din jetën pse jena në xhami, përveç Zotit Madhërisht. Të gjithë e bojmë jetën vepër sot. Jena në xhami, e falmi sabajin, e falim në realitet sabajin, e falim edhe bajramin, të gjithë jemi këtu mrena. Por askush se di qëllimin në jetën e tonë, përveç Zotit Madhërisht. Për këtë arsye, jo çdo vepër që bëhet e pranon Zoti Madhërisht, sepse Allahu e lexon të mbrëmshmën, e lexon ata që bën zemra ndërgjegje e njerit. E Allahu na thon Kur'an për bitë Ademit, ta e pranuam për njënit dhe e refuzuam tjetrit. Dhe përgjigja pse e pranuam për njënit dhe e refuzuam për tjetrit, sepse nuk ishte qëllimi i njëjtë. Njëri e kishte për qëllim me zbatu urdhën e Allahut Azza wa Jall, e tjetri kishte për qëllim përfitimin e jetës. Dhe Zoti Madhërisht tonë kam pranuar për atij i cili e ka pas për qëllim Zotin e Madhërisht dhe jo për qëllim diçka tjetër. Pra vëllezër të ndershëm, thërrja e kurbanit daton prej njerit parë Ademit alayhis salam. Dhe se çdo pejgamber që ka ardhur në këtë dunjë mas Ademit alayhis salam, te popujt e tyre është bë sakrificë kurbani. Sepse fjala kurban në arabisht e ka kuptimin diçka që të afron të dikush. Na e përkthejmë termin sakrificë. Në realitet ka përshëndim një vepër e cila të afron të Zoti Madhërisht. Diçka që ti flijon për Allahun xhelle wala, diçka që ti jep për Allahun xhelle wala, dhe më vonë do ta shpjegojmë ç'ish ka ardhur kjo. Pra kurbani daton prej njerit para Ademit alayhis salam dhe gjatë gjithë historisë është zbatu kjo urdhër, mirë po fatkeqësisht ka etapa kohore ku kurbani ka dalë prej kontrollës. Çka nuk kupton ka dalë prej kontrollës? Saqë kanë shku deri aq larg njerëzit, kanë prej kurban për zota të rrejshëm. Kur është përhap paganizmi në tokë, njerëzit vënë që me besu Zotin një, kanë marru zotra pe gurit, pe drunit e kështu me radhë, dhe pastaj kanë fillu këtën e zotrave me ju prej kurban. Sa që kanë shku aq larg, sa që vëllezër të ndershëm, historia njerëzimit ka njoft popoj që kanë prej fëmijë për zotra të rrejshëm.
Historia është dëshmitare se ka popoj të cilët aq shumë e kanë keq kuptu këtë sakrificën, sa që kanë fillu me i therë edhe njerëzit kurban për zotrat e tyre. Pse po e përmendi këtë çështje? Sepse nëse bëjmë një kronologji, një studim të thellë për i ditës së parë kur është bë obligim kurbani, e gjatë gjithë historisë tek nena, gjejmë gjëra kontroverse shumë të mëdha. Që Zoti i Madhërisht si ka urdhënuar ato gjëra, ato çështje, por njeriu kanjerë është i prirë mbi deformu faktet. Njeri është i prirë kanjerë vëllezër me shtremu të vërtetën. Populli thotë me ndërrejt shikon me nën vetë. Por nga njerë atë shumë ja kanë huqë me të madhe njerë sa që kanë dalë komplet për i parimeve njerëzore. Sa që historia ka dëshmu, për shembull ka pas fise, e kanë pas një herë në vit, një ditë, edhe se cili ka arë me fëmijë për dore, edhe ka afru rreth atij far putit, asoj far, nëse mund na mi thonë si lloj busti, edhe ka thonë kym ka urdhënuar me prej, fëmijën e vet dhe ka prej fëmijën e vet. Kur ta lexojmë në Kur'an vëllezër, historinë e Ibrahimit alayhis salam, i cili ka dashur me sakrifiku fëmijën e vet. Allahu xhelle wala ka dashur me i tregu njerëzve se ata të cilët kanë prej fëmijë për zotat e rrejshëm, i kanë vesh Allahu diçka që Allahu s'ka thonë, po ata e kanë keq kuptuar. Dhe në kohën e Ibrahimit alayhis salam u shpërhap me të madhe kjo far, Zot na ruaj, kjo far mëkati i madh me i prej njerëz, fëmijët me i prej. Dhe njëri prej tyre thot, a e shef sa shumë i dojmë Zotin na, por Zotin tonë na sakrifikon atë fëmijën. Ibrahimi thot, po ti s'ke nevojë me sakrifiku fëmijën. Allahu s'ka urdhëruar kështu. Dhe një ditë prej ditëve bjen me fjetë, çka thon Allahu në Kur'an në surën Sad, dhe shë anër se Allahu për thot Ibrahimit sakrifikohe fëmijën tanë. Këtu ka qenë test. Edhe Ibrahim a.s. me merë Ismailin, edhe sot asë ditë e vëllezër, është një vend në Mekke, ku të shkoj me umregji, që na bje me shku, e vizitojmë. Është vendi ku Ibrahim a.s. e ka marë Ismailin, djallën e vetë, dhe ka dash me sakrifiku, sepse i tha, nëse këta presin fëmijë për zotat të rrejshëm, e unë e kam pa anër se Allah më ka thonë, a jep diçka ti për mu ma shtrejnë sa vetja jote, thot edhe unë e vaj për Zotin. Mirë, po kjo ka qenë një përgjigje përfundimtare për ata që të kanë keq kuptu misionin. Dhe Allahu xhelle ve ala e thot në Kur'an, e shpjegon histori e gjatë, thot falamma aslama wa tallahu lil jabil, e thot kur Ibrahim alayhis salam e shtriri për tokë birin e vet, wa nadaynahu, dhe na thirrëm, o Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, mjafton kaq ti e dëshmove se sakrifikon për Allahun, wa fadaynahu bi dhibin hadhim, dhe ne po dona më ta zaventsu këta det të keq të njerëzve me një mësim të mirë, se nuk therrët njeriu kurban, por do të therrët dikush tjetër vetë njeriu. Pra ishte mësim jo urdhër prej Zotit me prej fëmijën, por ishte një mësim dhe një kundër përgjigje e një historie të gjatë të dhimbshme të sakrificës së njerëzve të ndershëm vëllezër. Pra kurbani daton prej Ademit alayhis salam, është keq kuptuar qindra herë në për histori, deri te Ibrahim alayhis salam dhe pe Ibrahimit alayhis salam tek nena, muslimant nuk e kanë keq kuptuar më këtë ritëm. Ato e dinë se kurban therrën kafshi ka kriju Allahu xhelle wala, dhe pastaj në jetë dihet se për shka therrët kurbani. Kjo është shkurtimisht historia që mos zgjatemi sepse koha po shkon shpejt. 2-3 çështje vëllezër, më spari në atë se pse therr kurban njeri. Shpesh herë du të me bën njeri pyetje në mënyrë që ta merr përgjigjen adekuate prej librit të Allahut Azza wa Jall. Pse therr njeri kurban? Dhe këtu i kam një 2-3 çështje që i shpjegon Kurani.
E para vëllezër, në thërre presim kurban, thërim kurban, sepse është urdhër për Allahut Azza wa Jall. Është ritual që ka zgjedhur Zoti i Madhërisht për veten e vet. Dhe ne e bëjmë në përgjigje të kërkesës apo të urdhit që Zoti i Madhërisht e ka bërë për neve. Ai e ka kriju njeriu. Ai e ka kriju dunjan dhe secilës krijesë ja ka dhënë rolin. Askush s'u përzin rolin këtë dunja. Për shembull Zoti i Madhërisht e ka kriju njeriu dhe ka dhënë rol. Njeriu me një farë forme është menaxhues i gjitha krijesave me cilat jeton jetën së bote. Dhe Zoti i Madhërisht thotë të gjitha i kam kriju për njeriu, që t'janë në shërbim të njerit. Disa i ka treguar se pse janë kriju dhe nuk përdoren kështu me radhë. Por gjithsesi Zoti i Madhërisht ja ka dhënë secilit krijesë rolin e vet. Dhe Zoti i Madhërisht i ka kriju kafsht, të cilat për shembull i shërbejnë njeriu. Dhe një prej tyre për shembull që ka leju therrjen, siç është për shembull lopa, delmja e kështu me radhë. Pra Zoti i Madhërisht e ka kriju dhe ai ka urdhëruar që në këtë mënyrë të therrët kurban dhe mënyra se si prehet kurbani. Pra ne e bëjmë këtë çështje për të adhuruar Allahun xhallahu ala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër, në ditën e therrjes së kurbanit, që është dita e Sotit, masi të falet Bajrami. Thot nuk ka vepër më të madhe edhe vepër më të mirë me të cilën afrohet njëri te Zoti i Madhërisht më shumë dhe më mirë se sa me therrjen e kurbanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjaku i kurbanit thot pik me një vend në ahiret para se mi prek pikat e gjakit në tokë. Do me thonë, thot Rasulullahi, pikat e gjakit të kurbanit para se të pikin në tokë, ato pikin me një vend në ahiret, në botën tjetër, ku do të mbesin gjurmë e shpërblimit për njeriu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa kime i ka kurbani, çat se vape Zoti i Madhërisht i jep njeriu, çat mëkate ja fshin. Nëse ban jetë për Allahun xhallahu ala. Pra ne therrmi kurban të ndershëm vëllezër për Zotin e Madhërisht. Po ja vap një informacion se po shkon koha shpejt. Edhe sot e kësaj dite vëllezër, ku e thash më herët se therrin kurbana për Zota të rrejshëm. Është një fest që e mojnë në Indi, njerë në vit, qojnë kafsh pe kamosit, edhe i therrin mënyrën më të dhunshme të mundshme. Kur ti pyet pse i therrni, pse i bani kështu, i masakroni, thonë sepse kështu na ka urdhëruar Zoti jon. Dhe ato e marrin një farë Zoti pe drunit, e thonë kjo është Zoti jon që na urdhëron kështu. Ne musliman nuk kemi Zot përveç Allahut xhallahu ala, i cili është një dhe s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Ai që i ma frejt të dunjas në dorë, ai i cili ka komunikuar me njeriu përmes vahjit, shpalljes, ne s'kemi Zot tjetër përveç tij. Dhe ne kur ta therrmi kurbanin, e therrmi vetëm për Allahun azza wa jall. Sepse ai na ka urdhëruar bile vëllezër, sepse kjo shpesh kjo dilemë bëhet te na. E njëri mu me thonë, po çka i vyn, çka i vyn gjaki i Zotit Madhërisht, ose çka po i vyn mishi i Zotit Madhërisht. Allahu ka thënë në Kur'an, Allahu xhallahu ala si duhet as mishi as gjaki juv, por i duhet bindja që kine Zotin e Madhërisht. Allahu si ban përshtypje gjaki as mishi as kur gjapi se bote, sepse është krijues. Por Allahu xhallahu ala i bën përshtypje bindja e njeriu për Zotin e Madhërisht. Vile më ardhë vëllezër në Mekke, para se më ardhë pejgamberi alayhis salam, edhe ata kanë pas arabët e vjetër që kanë devijut vërtetën, e kanë pas një ditë ku kanë therrë kurbana rreth Qabës. Vile janë përmend diku një 5-6 mënyra që i kanë therrë kafsht. Allahu xhallahu ala i ka bë haram në Kur'an. Ka thonë kush e prejnë kafshën që atë mënyrë bëhet haram mishi saj. Arabët e kanë pas zanat
i kanë parfymos ato farë idhujt, putat. Masi që i kanë parfymos, i kanë rënë sejdë. Masi që i kanë rënë sejdë, e kanë marrë kafshën, edhe kanë imagjinu, kanë thonë, ky farguri, donë që këtë kafshë na me prej, mënyrë më të dhunshme të mundshme. Ka pas raste e kanë lidhë për fyti, edhe kanë ngre zhak derisa, do më thonë, kanë ngordhë. Rasti tjetër, që e përmend Kurani, e kanë marrë kanë i drunë të madhë, edhe i kanë mshu në për trup derisa kanë ngordhë. Dhe ka thonë kështu për na thotë Zoti jonë. E Allahu Gjelle wa Ala zbret në Kuran ajet dhe na shpjegon se këto forma nuk janë forma që i ka caktu Zoti Madhreshëm, mirë po shpesh herë mendja njeriu të rrshet në tabar të gabushëm të jetës, edhe gjithçka vepron në kundërshtim me ata që është njerëzore dhe është normale. Pra vëllezër të ndershëm, ne presmi kurban sepse na ka urdhnu Zoti Madhreshëm, jo se Zoti ka nevojë për gjak apo ka nevojë për mish, por Zoti Madhreshëm ka nevojë për bindjen tonë se sa e kemi të fuqishme në Zotin Madhreshëm. Kjo është e para. E dyta vëllezër, presmi kurban për ta falendëruar Zotin e Madhreshëm për të mirat që i gëzojmë në jetën kësaj bote. Në Islam ka forma të ndryshme si adhurohet Zoti. Keni pa për shembull, përveç namazit, në Islam në disa mënyra tjera që adhurojnë Zotin. Pse? Sepse secilës vepër të mirë ose punë të mirë ose diçka të vlefshme që Allahu të ka dhënë ty, ka kërkuar që ti me adhuru Zotin e Madhreshëm. Për shembull, ato që kanë pasuri edhe kanë farz zeqatin, tu e dhonë zeqatin, e falendrojnë Zotin për pasurinë që kanë. E adhurojnë Allahun Gjelle wa Ala dhe e falendrojnë për të mira që i kanë. Dhe ne pse thermi kurban? Në shenjë respekti dhe mirënjohje ndaj Zotit të Madhreshëm për të mirat që na ka dhënë në jetën e kësaj bote. Allahu thot në Kur'an: "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." O ju njerëz, falenderoni Zotin e Madhreshëm nëse me të vërtetë e adhuroni Zotin e Madhreshëm. Pra therrja e kurbanit vëllezër është shenjë falënderimi ndaj Zotit të Madhreshëm për të mirat që t'i ka dhënë në jetën e kësaj bote. Pra e para për shkak se të ka urdhnu, e dyta për shkak se përmes therrjes së kurbanit, shpërndarjes së mishit të tij, ne e falenderojmë Zotin e Madhreshëm për të mirat që na ka dhënë. Edhe pse jemi të sigurt se cili prej nesh që me çfarë do përpjekje që të bëjmë këtë dunjë me adhuru Zotin, me falenderu Zotin është e pakt. Nuk ka mundësi me dal një njeri prej kësaj bote e që ka mundësi me dal hakësh Zotit Madhreshëm për të mirat që ka dhënë. Po ne bëjmë përpjekje as sa na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe për çështje tjera inshallah ne kompenzon në jetën tjetër. E treta vëllezër, thermi kurban për shkak të dimensionit social. Çka nënkupton kjo presmi kurban për shkak dimensionit social? Në jetën se bote njerëz nuk janë të barabartë. Edhe kur s'ka mundësi me ardhur në një kohë ku njerëzit mund të jenë barabartë. Kur nuk ka mundësi me ardhur në një kohë dhe me kanë njerëzit gjithë barabartë. Është e pamundur. Sepse Zoti i Madhreshëm ka dashur me i sprovu njerëz në këtë mënyrë. Dhe tash kurbani si formë zeqatit, si formë sadakës, është një pjekuri sociale, një shkallë ku njeriu e kupton, vedisohet dhe e din se në rrethin ku jeton dikush ka hise në pasurinë e tij. Ka hise të varfrit e kështu me radhë. Dhe ky duke therr kurbanin, duke shpërndar kurbanin, ose duke dhënë vlerën e kurbanit, ky me një farë forme tregon se ka pjekuri sociale. Është i vetëdijshëm për detyrat që i ka në raport me shoqërinë që jeton, me ata që kanë dhe me ata që s'kanë. Pra për këtë arsye, therrët kurbani dhe nuk ka mundësi të musliman po flas, me arna i ko edhe mu anullu për shembull me thonë mjaft më se boll kemi për e kurban. S'ka mundësi me ardha e ko. Nga se për çdo vjet Zoti i Madhreshëm ka obliguar një gjë të tillë. Në shenjë respekti dhe falënderimi
ndaj Zotit Madhreshëm dhe përgjigjen adekuate ndaj njerëzve të varfër. Ndoshta në kohën tonë vëllezër, kjo puna e shpërndarjes mishit e sadakës është bë diçka, është bë një barë e ranë për shoqërinë, sepse elhamdulillah Allahu azza wa jalla Allahu i ka dhënë secilit. Po unë po du me çuar një mesazh sepse nuk ban me ndërprej këtë adhurim. Edhe nëse krejt ummeti kena, edhe nëse këtë populli ka, nuk ban me ndal këtë adhurim. Sepse ka shumë bereqet madh në heshtje, që ti se kupton. Parandalon shumë të këqija në atë familje. Bën shkaktar që me rrit rriskin, me shtu shpërblimin, dhe mi parandalu të këqijat e mundshme me cilat mund të ballafaqohet familja. Pra dhe nëse kemi të gjithë, përsëri ne duhet me ringjall këtë formë të adhurimit ndaj Zotit të Madhreshëm. Le të vjen një ditë inshallah me lejen e Zotit të Madhreshëm ku të gjithë njerëzit pasurohen. Por megjithatë, kjo nuk do të thotë se do të merrapi prej obligueshmërisë thërrja kurbanit dhe me injoru çish po injorohet në kohën tonë bashkëkohore. Pra vëllezër të ndershëm, ky adhurim duhet me vazhdu në shtëpitë tona. Bile në shariatin islam mësojmë se vlera më e madhe është me therr kurbanin sesa me dhon vlerën e kurbanit. Në shariatin islam është e qartë kjo çështje. Me therr në familje, në shtëpi, e ka vlerën më të madhe sa me dhon vlerën e parës. Po në rast se mishi nuk ka mundësi mu shpërnda, atëherë në shariatin islam, mendimin islam të juristat, është kriju kjo alternativë me kompenzu me diçka. Me kompenzu vlerën e kurbanit me diçka, me parë e kështu me radhë. Apo ndryshe, është mirë ato që kanë mundësi në për shtëpia, mos me ndalë këtë adhurim. Është mirë me të pa fëmija ytë, se si adhurohet Zoti i Madhreshëm. Është mirë me trashëgu këtë formë të adhurimit të brezat e ri. Edhe me pasë si prejet kurbani në shtëpi dhe me tregu për çka prejet kurbani. Kush e ka urdhnu prerjen e kurbanit dhe çfarë qëllimi ka prerja e kurbanit, domethënë në shariatin islam. Me të pa fëmija dhe me mësuese po bën fjalë për një adhurim të madh. Shifni vëllezër, në fillim tash kurbani e ka origjinën për njerit të parë. Imagjinoni sot shkenca nuk ka argument se kur ka fillu jeta njerëzore në tokë. Flasin argumente ndryshme për njerin po flas, jo për argumente toksore. Disa thojnë 8.000, disa thojnë 20.000 vjet. Por çështja e shkencës. E çysh e mësuam na për shembull se kurbani, çysh e dim na sot kohën tonë, ka mësuam na se ka një formë adhurimi ndaj Zotit Madhreshëm të therr kurban. E kemi mësu për njerit parë, Ademit a.s. Dhe kemi trashëgu brez pas brezi, gjenerat pas gjenerate, pejgamber pas pejgamberi, derisa u rikonfirmu edhe njëherë në shariatin islam dhe ka mbet ky ligj i rregulluar në mënyrë më të mirë të mundshme për qëllime më të mira të mundshme dhe do të mbeton kjo formë adhurimi deri ditën kur kthehemi këtë Zoti i Madhreshëm. Pra nuk është mirë me ndërprej këtë adhurim, por është mirë mja trashëgu si vlerë edhe familjes me qëllimin më të mirë të mundshëm, në radhë parë me adhuru Zotin e Madhreshëm dhe pastaj me kuptu si një detyrë sociale, si një pjekuri sociale karshia atyre që s'kan. Dhe mi bashkangjit në një farforme dhe mi bashkangjit në sofër dhe ata të cilët nuk kanë. Vëllezër të ndershëm, pra therrja e kurbanit në islam ka vlerë më shumë se sa me dhon vlerën e tina. Dietarët islam kanë thonë nëse prejnë kurban për të vdekurin, atëherë ndoshta është më mirë mja kompenzu diçka në formë të parës. Pse? Sepse ai nuk është mesin e gjallëve me parë ritualin. Nuk është më në mesin e gjallëve. Mirë po që i shkon shpërblimit Allahu xhallahu ala, sepse në jetën e kësaj bote vëllezër, si të vdes njeriu, i mbyllën rrugët për ashtim 3 mënyra. Ne komunikojmë me ato që kanë shku para neve vetëm përmes lutjes të Zotit të Madhreshëm. Le dhe po të shkojmë te varret të flasim njerëzve në varr s'na dëgjojnë.
se dëgjojnë zonin tonë. As na se dëgjojmë, se shohim dhe nuk e kapim jetën e tyre. Po çish komunikojmë na mes neve dhe tyre? Zgjidhja vetëm, rruga vetëm lutja te Zoti Madhreshëm. E lutja te Zoti Madhreshëm bëhet edhe përmes sadakës. Mund ta merrni me mend se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nëse njeriu jep sadakë për të vdekurin, atij i shkon shpërblimi në atë botë ku është, sepse bota që janë ata vëllezër është jetë, vetëm se ne nuk e akceptojmë jetën e tyre. Është proces, por ne nuk e kuptojmë procesin, derisa të vimin dhe ti bashkangjitemi jetës së tyre. Është një lloj perde, si më thon perde që nuk e sheh botën e përjetshme, derisa shkon në atë moment. Pra, kthejra kurbanit për të vdekurin, padyshim se i shkon shpërblimi dhe me këtë urdhër të Zotit Madhreshëm duhet me trashëguar edhe tek brezat në vijim. Pra tema është shumë e gjanë të dashur vëllezër, po ne e pashtë arsyeshme edhe po e përmbylli për shkak se koha gati pas ka ardhur, që ta kemi të qartë në erë mirë këtë çështje. Dhe po i majmë me një 3 çështje shkurtimisht. E para tham, kurbani daton pe njerit para Ademit alayhis salam. Nuk është histori e hershme kjo. Është histori e vjetër. Pe njerit parë deri në ditën e gjykimit ku shkojnë këtë njerëz të Zotit, ka më mbet ky adhurim. E dyta, fatkeqësisht kurbani gjatë historisë është keq kuptuar. Edhe sot e kësaj dite ka njerëz që kanë keq kuptuar këtë adhurim. Thërrin kurban për dikant tjetër, jo për Zotin e Madhreshëm, forma të dhunshme që si lejon Zoti i Madhreshëm, abuzojnë me shpirta të kafshëve që nuk i lejon Zoti i Madhreshëm. Pra fatkeqësisht njeriu nganjëherë është i prirë edhe me bë gabime fatale në jetën e botës, sepse nëse ti nuk e pyet Zotin e Madhreshëm për gjërat e jetës, normal që kimë gjetë një version tonin, po versioni yt është i gabueshëm, nga se njeriu është kriju i tillë. E versioni saktë atë që thot Zoti i Madhreshëm. Dhe treta vëllezër, ne prejmë kurban për 3 arsye. E para sepse është adhurim ndaj Zotit të Madhreshëm. Kush e neglizhon për muslimanëve, kush e mohon, kush e zhvlerëson këtë adhurim, ka bërë mëkat të madh te Zoti i Madhreshëm. Kush e zhvlerëson, kush e injoron këtë adhurim ndaj Zotit të Madhreshëm, ka bërë mëkat të madh. Pra therrmi kurban sepse na ka urdhëruar Allahu xhallahu ala. E dyta, therrmi kurban për shkak se në shenjë falëndërimi dhe mirënjohje ndaj Zotit të Madhreshëm për të mirat që ne ka dhënë Zoti në këtë jetë. Dhe për asgjë tjetër vëllezër. Dhe me çera fjala shkurtimisht, do po e mbylli, ende vazhdon të na vëllezër disa gjunahe, mëkate që i bëjnë njerëzit për mosdijes. Për shembull, marron shtëpi të re edhe merr kurbanin e pren temel. Është haram i madh. Është gjuna i madh. Çet prej feje kjo punë. Hala kemi, do me thonë, kësi veprime në mesin tonë, edhe pse dia po zhvillohet. Është haram i madh vëllezër. Kurbani nuk prejet në atë mënyrë. As nuk kish problem të Zoti, përkundrazi rrezikon besimin, del pe dinit, pe fesë. Edhe dyta pasojat janë shumë dhaja. Pra nuk therret kurbani në temel të shtëpisë. As nuk stërpiket me gjak. Gjaki është i ndyt, si del pi trupit kafshët, gjaki është i ndyt. Me ajet Kurani Kerimit vëllezër, edhe ku ta vlojna mishin në shtëpi, nëse skuqet del uji me gjak, është haram me ham. Do të me derë, me Kur'an. E lema me marë me prek gjak në për shtëpi ku ti shka. Është haram i madh, po njerëzit e bajnë. Dhe ne po shfrytëzosim me përsëri këtë mesazh. Nuk ban. Kurbani prek por hirtë Allahut azza wa jall. E ban jetë për Zotin e Madhreshëm dhe s'ka problem. Ushqej familjen, punëtorët, ushqej shok, dashamirët, o rrezik pi Allahut azza wa jall. Shijoje, nuk ka problem. Por jo me këtë qëllim. Pra ndalohet me bëni gjë të tillë, sepse ne presim për ta falendruar Allahun dhe jo për të bërë gjëra që kanë kundërshtuar Allahu xhallahu ala. Dhe treta vëllezër, ne presmi kurban
për të afruar te Zoti i Madhreshëm dhe për të treguar se po provoj me qenë të mirë dhe për njerëz. Sepse kemi thonë, njeriu nuk është i mirë veç për veti. Ai i cili mendon se do të më kanë i mirë veç për veti, ai ka me dalë për kësaj bote me mangësi të mëdha. Njeri i mirë është ai i cili është i mirë për familjen, për shoqërinë. Çrëndësi ka nëse ti i mirë veç për veti? Çrëndësi ka nëse ki ti veç për veti, për shembull? Ti si je njeri mirë veç se ki për veti? Po njeri mirë je kur dora jote zgjatet e tjetri. E therrni kurban, japni zeqat, japni sadak në musliman, sepse kjo është pjekuri sociale. Përmes kësaj ne ju tregojmë familjes rrethit se ne jemi me juve në proceset jetës, na bashkë jemi në këtë jetë, bashkë i përjetojmë të mira që na sjell jeta dhe bashkë na mi përballu nëse na sprovon Zoti edhe të këqijat ose sfidat me të cilat mund të ballafaqohemi këtë jetë, sepse s'ka mundësi njeriu me mbjetu vetë. Pra dhe thera kurbanit vëllezër bën për çështë qëllim. Dhe çështja tjetër, pavarësisht a ka as ka njeri, përmes shkëmbimit të dhuratave shtohet bereqeti. Përmes shkëmbimit të dhuratave mes njerëzve rritet respekti mes njerëzve. Nuk është se ty të bën çerak diçka, një pjesë e saj, por thjesht do më të kallëzu kojshia yt se ne jemi vëllezër, ne jemi kojshi, ne ndajmë sofrën bashkë. Ne jemi një popull që e dini vëllezër, para lufte për shembull, çfarë tradita të mira kemi pas. Secili për nesh e din. Kush do që ka prej diçka, çat dimit apo diçka, në sofrë janë ul këtë familja, këtë shoqëria, këtë kojshia. Apo e shifni e ndalum mirësinë familje që janë vrasësu zemrat. Çka të vyn një sofër me kushtu 5.000 euro e në atë sofër kur as ti musafir mos më ul. Çka të vyn ti me pas në familje, për shembull një dhomë pritjes, ndoshta me të kushtu 1.000 euro, e kur ka musafirit si mran aty. Çrëndësi ka ajo. Para ne musliman vëllezër, në këtë dimension shoqëror e kemi të rregulluar mënyrë më të mirë të mundshme. E shihni sa bukur që është njihmi këtë vezveti. Këtë njihmi. Këtë afërsi kush na i dha? Kush na mësoi më dashur me njoftë njëri tjetrin? Feja e Zotit Madhreshëm. Na duhet më ruaj të tradita. Jo me shku sikur në shoqëri tjera për shembull, edhe mos me ditë ka e ki kojshi ose ka e ki gjak. Kjo është cilësia e muslimanit. Pra sot ditë Bajrami vëllezër, është ditë Kurban Bajrami, kujt i ka dhënë Allahu mundësi dhe ka thërë kurban, le ta shpërndan për hir të Allahut Azza wa Jall në mënyrë miqësore, me niyetin më të mirë të mundshëm te Zoti, që të krijojnë ura komunikimi mes njerëzve, mos i mbyllni dyrt në ditë Bajrami dhe me shku në për vende tjera, sepse nuk ja vlen vëllezër. Sot do të më qenë dyrt e hapura për secilin prej nesh. Ndaj kohë për gjithë farefisin tanë. Kur gjanë s'ki me hu pas këtë dënjas në ahiret nëse e respekton dikan. S'ja vlen vëllezër jeta e distancune për tjerëve. S'ja vlen. Shtoja kësaj që ne jemi krejt, elhamdulillah, të lidh njëri me tjetrin, sepse kodeksi familjar shqiptarëve është i tillë, elhamdulillah, shumë i rregulluar mirë, pra të solidarizohemi me tjetrin, ta ndjejmë bashkë këtë fest, ti gjindemi afër njëri tjetrit, ti rrëzojmë ato barikadat nëse ka mujt me kriju gjatë jetës për çështje këtë banale ndoshta të jetës, dhe ta shohmë njeriu sepse secili prej nesh ka vlerë vëllezër. Mos e çmon njeri veç kur vdes. Po çmohet se është gjallë. Dhe në këtë jetë të shkurtër do të mi trajtu njerëzit mirë, sepse e shkurtër kjo jetë, s'ja vlen me ngarku me gjana të këqija, s'ja vlen me jetu me urrejtje, s'ja vlen me jetu me brend njëri tjetrit. Thjesht s'ja vlen. Ta afrohemi me njëri tjetrin dhe ti të kalojmë sfidat me të cilat mund të ballafaqohemi. Këtu po përfundoj dhe pastaj do t'ju shpjegoj se si bëhet një falja e namazit të Kurban Bajramit, pastaj mesazhin e hutbës dhe me lenin Allahu Azza wa Jall e përfundojmë bashkë.